Skandali ju e dini, funksionon vetëm lart te elitat. Poshtë populli vazhdon të hajë mish dhe nuk e ruan fare. Kuptohemi. Por, hajde të bëjmë sikur edhe opinioni ishte interesuar i këtij katundi. Sa ton salmonel kemi ngrënë deri tani Floger, dim gjë? Po, derisa plasi skandal. Të dhënat nuk janë të sakta, por mund të jenë ngrënë mbi 2.5 ton. O pyeta. Nga 7 pra për sa kohë? Çfarë ka ndodhur? Jo, këto 3 javë. Po me don sasinë e Zorrës, sasinë e gjërave që bën Zorra. 3 javë të fundit. Pra, në 3 javë të fundit se ju bëf mirë gjithë ju që hani darkë me vonesë. Nuk në 3 javë të fundit kanë ardhur disa seri pra me kontenjer me mish me fileto nga Brazili. Nga Brazili. Ku njëra prej tyre dhe kam zbuluar disa dona interesante se kjo shtatëshe ishte pak. Ne në 2018-17 kishin ardhur 25 ton bllokuara me salmonel nga po e njëjta kompani që e ka sjellë dhe këtë herë. Kompani është kompani braziliane apo shqiptare? Jo, kompani shqiptare. E cila ka marrë Brazil. AMG Food. Okay. Pra, çfarë ka ndodhur Çan? Cili është thelbi debati që ka plasur, se dëgjova ditë. Thelbi debatit është ky, që kush akuzohet? Akuzohet AKU-ja apo kompania, se nuk po e marr vesh. Pra, e para, ka ardhur filetoja nga Brazili. Është fileto, vjen vetëm fileto. Po pra vjen e paketuar. Nuk vjen pula tamam të plota. Jo, e prerë. Edhe për kofshat e pulës bëhet fjalë, dhe për mishin e pulës. Po gjithçka që ka bëjë me pulën apo? Filetoja, sepse kjo pastaj merrej dhe futej për fast food, për restorante kështu me radhë, shpërndashe. Kompania e sillte. Aty e kontrollon AKU-ja. Dhe kur ka dyshime, merr mostra dhe i çon në laborator dhe i kontrollon. Dhe ka ardhur në datë 11, do 9 deri në 12 ditë që dalë analiza e saktë. Ka dalë analiza e saktë që ka dalë që është me salmonel, pra është problematik dhe është i kontaminuar. Në këtë moment, kompania që e ka marrë, që është pronarja që e ka blerë këtë produkt, nuk ka informuar detyrim ligjor i saj se ku e ka distribuar, pra ku e ka shpërndar. E kam çuar te dyqani i Marsidit, te ky market, te ai fast food e kështu me radhë. Dhe kjo e ka bërë të pamundur në një farë mënyrë gjurmëshmërinë e mishit të kontaminuar. Sepse kompania barra kryesore dhe është në kërkim pronari i saj, barra patjetër. Po pse nuk u iku? Ai zotëria duhet të thoshte që shteti që urdhëro, këto janë dyqanet ku e kam distribuar, ku e kam shpërndar. Që të shkonte dhe të konfiskohej direkt. Ja, ky lajm ka ikur mua. Shteti tani është lëshuar dhe ka gjetur me anë të pronari i kompanisë. Po. I motu ai si Benhamet ai. Arqivjavi. Siku direkt se rastin brenda. AKU-ja ka shkuar dhe e ka denoncuar në prokurori krim tatimor kështu me radhë dhe ky krim tatimor me anë të faturave ka gjurmuar ku ka shkuar mishi i kontaminuar. Dhe i kanë gjetur fond. Dhe kanë gjetur një pjesë, por një pjesë mund të jetë konsumuar që mund të jetë rreth 2.5 ton. Pyeta. Tani çfarë ndodh në gjithë këtë histori është që ai zotëria është i shpallur në kërkim, nga ana tjetër inspektorët të AKU-s janë po ashtu të nën procedim penal, 3 prej tyre janë dhe me emra, por nuk kanë asnjë lloj rëndësie, sepse këta 3 zotrinj pretendohet që në një farë mënyrë e kanë lejuar që ai mish të dalë nga depoja të shpërndahet nëpër. Mi pra një sekond, sepse çdo sasi që vjen, pra çdo import që ne bëjmë, ti thua që duhet të bëhet një kontroll para se shpërndahet në treg? Është detyruar të bëhet kontroll? Tani, çdo njësi që vjen nga andej, e para i herë vjen me një pull sigurie. Po kjo si ishte me pull sigurie? Ishte me pull sigurie. Po atëre? Pra, janë kompani, zotëria këtu, bashkëpunon me kompani atje, që kanë vullën e sigurisë veterinare. Ku ka çeduar pra? Ku është problemi? Po është bërë atje, në Brazil shumë e thjeshtë. Pra, ti je i certifikuar, Marsiti është certifikuar si avokat. Po. Dhe më lëshon mua një letër, unë e marr për të mirë qenë. Po. Unë jam ky AMG Foodin në Shqipëri. Ky ma ka hedhur të falsifikuar. Pra, në këtë kuptim, kompanitë që punojnë këtu me ato në Brazil, janë të certifikuara. Po atëre? Problemi është që edhe këtu ka pislëk. Pa fund. Po pisliku se vendi i tretë. Po ku është bërë? Në Brazil pra, sepse këtyre ju ka ardhur me vulë. A ti thua ka ndodhur në Brazil pisliku? Kompania shqiptare ka marrë atje ku merr për herë tek X kompani të certifikuara mish. Këtë janë duke pyetur. Tani kush e vërteton salmonelën pra, që këto janë të salmonelën e ka vërtetuar AKU-ja këtu me analizat.
Problemi është që ky zotria, kur i është thënë që zotri na thuaj ku e ke shpërndar, Po, që ta bllokojmë? që ta bllokojmë, ky nuk ka shkuar që të tregoj. Po, edhe ky është po haxheje. Është trembur, pra. Se e kishte shitur, e kishin ngrënë mileti dhe nuk e di pse është trembur. Marsit? Analizat i ka bërë Instituti Sigurisë Ushqimore dhe Veterinare dhe supozohet që ka një konflikt shumë të madh interesi. Si edhe njerë kjo, Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinare dhe jo AKU-ja. A nuk e lidhja AKU-ja në këtë rast? AKU-ja në këtë rast ka qenë indiferente dhe ka një problematikë që fillon më përpara me këtë kompani. Kjo kompani ka marrë 4 milionë euro nga fondet e IPARD-it. Kjo kompania AMG Foodit, po. Në qoftë se kujtojnë dhe fondet e IPARD-it u ndërprend Fondet e IPARD-it më kujtojnë, po për këtë kompani. Që i ndërpreu dhe Olafi, po pikërisht sepse flitej për konflikt madh interesi, të cilat shpërndaheshin në mënyrë nepotike dhe arbitrare. Gjë që krijon bindje që kjo kompani ka pasur lidhje me shtetin. Dhe arsyeja ka lidhje të afërta. Dhe këtu bëhet fjalë për skandal edhe më të madh. Tani, po. Po për çfarë skandali? Fakti që nuk kanë vepruar institucionet, po nuk e themi dot sepse duhet të jetë diçka e cila unë them atë gjë që kam nga burimet dhe kjo është drejt. AKU-ja nuk ka vepruar dhe faj ka ngjerur jetim tek disa inspektorë të cilët kishin detyrim ligjor që të reagonin. Ndërkohë që analizat, është e drejta që ta Flogerti, analiza për të kuptuar ka salmonela ose jo bëhet brenda 7 ditëve. Ndërsa nga 200 Isuvi që theti, thot minimumi është 9 deri në 12 ditë. Po, dhe për të kuptuar pasaj se çfarë lloj salmonele, sepse ka mbi 200 bakterë salmonele, dhe për të kuptuar shkallën e rrezikshmërisë duhet më shumë se 40 deri në 45 ditë. Tani problemi është që ky lloj mishi është shumë problematik për moshën e tretë, pra për pleqt ose për moshën mbi 68-70 vjeç, po për fëmijët? Edhe për fëmijët gjithashtu. Çfarë thua? Po, është shumë e rrezikshme. Problemi që ndron këtu sepse në Shqipëri çani gjithmonë promovohet ideja e turizmit, ideja e hyrjes në Europë. Tani për turistët që vinë i do ofrojmë mish me salmonelë dhe kjo do jetë diçka e cila do evidentojë. Turistët më puna është janë njerëz që jetojnë këtu më kur. Pa aftësinë, po dakor pra, përveç pjesëtarëve të popullsisë që e tham, shqetësim, e dyta është që turizëm me mish me salmonelë do i presim. Dhe pa aftësia kujt është i cili nuk kap dot këtë lloj mishi me salmonelë për cilën ka qenë indicie? Është e ministres? Është e drejtorit përgjithshëm të AKU-s? Është e qeverisë, përgjithësia kujt është dhe pse nuk është evidentuar dhe ndalohen dhe tonët e tjerë që janë qarkulluar. Tani kjo çështje është një hetim nga kush? Pyetja që shtrohet, dhe pyetja që shtrohet e fundit, pyetja që shtrohet, mos kemi të bëjmë po mishi i viçit që vjen nga Brazili. Ka dhe lloje tjera. Nga Brazili, vijnë dhe gjëra tjera. Vijnë dhe gjëra tjera. Po këto a kanë salmonelë? Pse nuk kanë djeshmëri në këtë moment? Për të hetuar dhe më thellë kjo puna ushqimit. Ora është një gjë shumë e rëndësishme. Një nga drejtat dhe liritë themelore është dhe drejta e shëndetit më, që duhet ta sigurojë shteti. Ky është funksioni i shtetit. Po ta kapim totalitet. Ktu kërkohen heqje imuniteti për deputet, nuk hiqet. Kërkohen evidentime dhe prova dhe fakte, të gjitha na shkalohen dhe nuk ka përgjegjësi politike, ka justifikim. Hyn mish me salmonelë, nuk ka përgjegjësi, në fund fare dënohen disa njerëz që pothuajse nuk kanë as edhe një fuqi ligjore, janë inspektor thjesht. Nuk kanë përgjegjësi ministri, nuk kanë përgjegjësi drejtori i AKU-s, nuk kanë përgjegjësi ata që duhet marrin. Por me çfarë të drejtë kërkojnë mandat? Mandat 4. Ku e gjejnë legitimitetin? Politik pavarësisht të flasim për këta hallet e njerëzve. Unë mendoj gjithçka është politik. Jo, po ky po bën politik. Po kjo është politik. Jeta në polis dhe qytet është politik. Kjo është e drejta jote, ndjes. Jo, më është politik. Nëse vëlla jeton në shoqëri, Aristoteli dhe çdo studi shkencave politike thonë, nëse jeton në një qytet ose në një bashkësi, komunitet, gjithçka është politik. Nëse nuk do që të ketë politik, të jetojmë si Epikuri van nëpër kopshte ose në shtëpi private, në asketizëm ose me shoqërinë tonë dhe mos hyjmë komunitet. Në moment që hyjmë komunitet, gjithçka është politike. Dhe është përgjegjësi dhe nuk është justifikim. Nëse gjithë gjërat kalojnë me fshehje, me relativizim, me mosmbajtje përgjegjësie, me justifikim, unë mendoj që nuk ka asnjë legitimitet. Dim gjë, ka ndonjë, ka pasur një pasojë nga kjo salmonela deri tani? Ka pasur një numër të madh qytetarësh, të cilët janë evidentuar me këtë lloj bakteri. Referenca? Urdhë? Referencë? S'kemi referencë shkencore, s'kemi referencë zyrtare. Jo, referenca ka qytetarë shumë të cilët kanë dalë. Dhe kanë shprehur, i ke në portale, shivi dhe po të shohësh me kujdes, ka raste shumë të tentora. Po kush Instituti i Shtetit Publik, i cili është të varësinë e ministrit? Jo, denoncimin mandit. Është qytetar të shumë, domethënë. I lexon portalet si edhe gazetar, pafund janë njerëzit. Po tash pikërisht jam gazetar, pra. Dakor, ja do ta gjej, do ta fal. Do ta jap direkt tash. Tash gjej qytetar të shumtë aty që është kjo se më vjen një mesazh. Ti po thua që është mirë mishi me salmonellë, nuk ka problem. Kujt po ja bën këto tani? Po çfarë po të bëjmë? Bash do i bëjmë këto debate tani. Po jo më dha, po them. Më thuaj. Po çfarë mos bëj mua tani nga këto lojra, po thoka mund që duhet taj mishin me salmonellë. Unë saj mish me salmonellë, unë kam fshato. Duhet taj qytetarët dhe unë për qytetarët po them. Për qytetarët po them
E para, nuk duhet mbjellim panik. E para. Ja, vërtet është kjo. Po, e dyta. Po ndërkohë të dytë i themi kujdes shkrami apo jo? Patjetër, më. Po unë thjesht po rëndis fakte, më burr, nuk do bëj analist këtu, s'ka analist. Këtu fakti 1, kompanitë të certifikuara me vulë veterinare që eksportojnë edhe në BE, janë të njëjtat kompani që sjellin dhe në Shqipëri. 1. Është shumë e rëndësishme kjo. Qartë. 2. Në vitin 2017 janë bllokuar jo 7 tonëre, 25 tonë mish me salmonel dhe kanë dalë analizat dhe është asgjësuar ai mishi. Nuk është asnjë gram nuk ka dalë në konsumim. Dhe këto e ka bërë AKU-ja dhe atëherë më. E kupton? Pra kjo historia që dje AKU-ja e mirë, sot e keqe, nuk ka të bëj, kam përshtypjen unë se nuk këto ministra tanë, edhe ish ministra dhe politikanët tanë, pa diskutim që unë kam dyshimin që janë gjithë prirur për të bërë korrupsion. Nuk e diskutojnë këtë. Janë të prirur për ta bërë. Por nuk mendoj se janë të gatshëm të vrasin popullin e vet me misht helmuar. Nuk e mendoj. Falni, nuk vret. Vret. Rrezon, kam lexuar imunitar deri në vdekje. Risku i vdekjes Zërbe. Po të betohem. Ç'është sa më lemo, është verdhës? Verdhës e punë. Është bakter shumë i rrezikshëm që është si verdhëza që kap njeriu apo jo? Jo, është si bakter që kishte disa lloj simptomash që kishin të bënin me kputjen me nuk luftohet me antibiotik. Deri me luftohet me ilaçe, po ishte deri në të çonte në fatalitet. Po jep recetën. Të çonte pini antibiotike dhe salmonellë. Po unë gjë nuk kuptoj. Si ka mundsi pse diare sill. Ore mos e diare jo. O çari e që se jep diare nuk është gjë e keqe ai. Edhe diare. Pastron zorën. Po thashun që ka lidhje me zorën. Dgjoj, me gjëra fjala. Se kjo punë e zorës më duket se është gjithçka zorë vlla. Kote elitat mundojnë ta mbajnë kështu bisedën dhe mirë bëjnë. Po janë po një vizion mish punë që shitet bashkë me antibiotik me vetë. Nuk dëgjoj. Le të ka vetë njerëzit mish punë që shoqërohet bashkë me antibiotik. Kjo ishte perl. Një sekond. Kjo ishte perl. Po si kemi bigafin dregin, dëgjoj. O ti, diare e ethe dhe dhimbje barko. Ballën ka gjë të mirë pra, se pastron zorën. Po të vetë. Se çon si ka. Më thot tani, më vjen një mesazh, më thon, disa burime thon që të zhurma po ndodh për sa më poshtë. Dëgjoni me vëmendje. Ja pra, sepse duhet që ne her pas here tu themi ato që nuk na thon. Ato që ndodhin poshtë tavolitës, jo ato që shohim, se ato që shohin njerëzit, nuk janë budallënje. Por është themi ato që nuk shohin njerëzit. Pra bëhet thot e të zhurma po ndodh për sa më poshtë. Një, kjo kompania shqiptare që ka marrë AMG Foodi, pas ka emrin e Bencet AMG. Shumë emrin, AMG Foodi, është fut thot te tregu i sallamrave. Kujdes. Pra sulmi thot, 2, sulmi po financon një kompani e fortë rivale që merret me sallamrat. Sulmi ndaj kësaj. Bën sens. Në 2024 thot AMG Foodi ka futur 250 kontenerë se cili me 26 ton. Dhe vetëm në 7 ton, thot, në një kontenerë po e akuzojnë. Me gjithse edhe këtë, ajo thot që ma kanë saju, thot. Thot personi. Pra, kompania thot që e kanë saju. Se ka futur 26 ton, dhe vetëm në 7 ton, brenda 7 tonshve që ka sjell tani, pra, një kontenerë. Janë si me lote ato. Bravo. Tani, më thot çani ti nisa këto të kesh si info, më thot burimi, sepse ky është versioni i firmës në fakt, i kësaj AMG-s. Pra, me që ata s'janë këtu, mirë bëri që ministri këto, nga stafi më erdhën këto materiale, sepse gjithsesi, përdesa ata s'janë në studio sot, dikush duhet i përfaqësojë dhe ata, se njerëz janë, apo jo? Pal ne thamë që ata, prit jo ta mbaroj. Ata i kanë marrë nga kompani që certifikuar në Brazil. Nuk kemi, më thot, ne s'kemi asnjë lloj detyrimi, thot, për ta thënë këtë gjë, po e bëjmë nga ana personale, pra, me që fort duket tani sikur po ne s'merrem me firmën, e kupton se. Jo, kush e tham çan, ne kemi fenomenin, po. Një shpjegim për emisionin, më fal. Dhe më thanë që në fakt pronari nuk është në kërkim. Sepse është parë për kafe këtu në Tiranë, valla. Mirë, lajme kanë dalë. Njëri është në masë siguri, tjetri është në kërkim. Dhe pastaj thonë që është shpallë më vonë në kërkim. Janë dy, të dy njërit ka masë sigurimi, janë dy vlezër. Tani, ka drejtë të gjeti se njërit ka masë... Mos i hym emrave, prandaj thash. Unë thash një gjë që në fillim që... 250 kontenerë se cili nga 26 tonë në vit,
Çan, për profesionalizmin ton dhe koreksin e emision. E theksova që në fillim, se jam interesuar gjatë gjithë ditës sot. Po për ta mbyllur. Këta zotrinjt që kanë marrë mish në Brazil, i marrin nga kompani që janë me vull veterinarie atje. Që jemi korrekt ne. Këta dy zotrinj tani e marrin e shpërndajnë këtu gabimi që këta kanë bërë, siç pretendon AKU-ja e cila AKU-ja po ndërmerr masa, hapa, që t'i heshi licencën në kompanisë në fjalë. Ky është lajmi i fundit që më vjen. Pra AKU do t'i heqi licencën... Duhet gjetë një armik pra të një. Sepse nuk ka treguar ku e ke shpërndar. Në momentin që ti më thua dyqanet ku e ke çuar, unë shkoj dhe e bllokoj. Qartë. Kjo pretendohet nga AKU-ja që nuk është bërë nga kompania në fjalë. Tani presim hetimet. Në rregull, pas se nuk do të shtorojmë sot. Çfarë ishte bërë të Marsi? Jo, mua më pëlqej se po ta thjeshtojmë atë fabulën, me zotris, Sallamia ka fut pulës. Ishte Sallami për ballë pulës. Nuk rajve ledi ose po i bjetë. Pulë Sallamin apo Sallami pulën? Ora është 23:24 minuta, unë them takohemi nesër. Deri atëherë ju e dini ç'do të bëni.